Ja pra ku takohemi miqtë e mi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar një lajm që muaj më parë ka qenë temë diskutimit. Josefin Marku dhe stresi, dy miq apo ashtu quajtën në një video ku Jozi dukej shumë i tensionuar dhe kishte përqafuar stresin si me një lloj nervozizmi për t'i kërkuar falje për fjalët e thëna. Ju e dini shumë bukur që stresi doli publikisht edhe ofendoi Jozin publikisht dhe pas një periudhe të gjatë, Josefin Marku u hakmer në një farforme ndaj stresit. I ftuar në emisionin Kosova Show me Shpëtim Deskun, i pyetur konkretisht nga Shpëtimi se a do t'ju hakmeresh njerëzive, Jozi tha se çdo njeri e ka formën e vet se si do t'i hakmeresh, me patjetër që njerëzit të cilët kanë hudhur balt mbi emrin tim janë munduar që të gjuajnë në tokë emrin tim, unë do t'ju hakmerem në formën time, por jo në formën me të rrahur. Dita e djeshme është dita që përsëri ka kthyer Jozin në qendër të vëmendjes duke bërë një veprim pikërisht me stresin. Do të thënë djali që dikur foli për Jozin, Jozi më pas e përqafoi dhe në fytyrën e Jozit unë pash një tension në shumë të lartë të momentit që të dy kishin, por ditën e djeshme ka ndodhur një diçka, dëgjoni mirë. Ju do të shikoni dhe një fotografi, po shikoni pas meje, do të thënë bëhet fjalë për një drek shoqëruar nga disa njerëz, po kush ka qenë pjesë e kësaj dreke? Pas muajsh tensione, deklaratash publike dhe përplasje të hapura në rrjet, marrëdhënia e stresit dhe Josefin Markut, pas muajsh tensione deklaratash, marrëdhënia e tyre duket se ka marrë një kthesë të papritur. Një ditë më parë, Jozi ka publikuar në Instastory disa foto dhe video nga një drek ku ai shfaqet së bashku me Sali Lushan, Lushajn, babain e reperit të njohur, do të thënë të babain e stresit. Sali Lushaj është babai i stresit. Këto postime ndezën menjëherë aludime për një paqe të mundshme mes palëve. Takimi vjen pas një periudhe të gjatë konfliktuale që filloi pas daljes së Jozit nga Big Brother VIP Albania, ku dy këngëtarët shkëmbyen kritika dhe akuza publike. Për një kohë madje qarkulloi edhe një video ku Jozi kërkonte stresi që ta puthte, moment që u komentua gjërësisht, por më pas u mohua nga vetë stresi, i cili tha se përqafimi nuk ishte miqësor dhe se Jozi gabonte me të. Por këtë herë Jozi theksoi se bëi fjalë për një drekë të qetë mes miqve të përbashkët dhe se mes tij dhe stresit nuk ka asnjë gjë të keqe personalisht. Ai ka impinimet e veta, unë të mijat, thot, por ne gëzojmë respekt për njëri tjetrin dhe për familjet, thot Jozi. I urojmë njëri tjetrit vetëm të mirat, është shprehur Jozi në postimin e tij. Takimi me Sali Lushajn po interpretohet si një veprim me peshë, ndoshta një sinjal i qartë paqeje apo një përpjekje për të ulur tensione që janë shndruar prej muajsh në çështje publike. Jozi ka shkruar një dreke veçantë mes miqve tanë të përbashkët, nuk kam asgjë të keqe me stresin, siç ka i vëllezër djemtë e fushës të kuqe, edhe ne i kemi vëllezër djemtë e Tropojës, Malsisë e Gjakovës. Ai ka impinimet e veta dhe unë të mijat, por gëzojmë respekt për njëri tjetrin dhe për familjet. I uroj çdo të mirë kudo që të jetë dhe në foto shfaqet babai i stresit. Siç duket mes Jozit edhe stresit vërtet ka nisur një rrugtim vllazërie dhe që marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë shumë e afërt edhe në ditët e sotme.